Ngjarje tronditse në Berat. 39 vjeçari xhaxhai të miturës që dyshohet se ka abuzuar seksualisht. Detajet tronditse janë zbuluar nga ngjarje raportuar më herët në Berat, ku dyshohet se një 39 vjeçar ka abuzuar seksualisht me një 15 vjeçare. Raportohet se 39 vjeçari është xhaxhai të miturës, teksa ka qenë kjo e fundit që e denoncoi në polici duke deklaruar se ai kishte abuzuar seksualisht. Hetimet mbi ngjarjen vijojnë, teksa e mitura pritet i nështrohet testeve mjekoligjore për të vërtetuar abuzimin. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Berat arrestuan në flagrancë shtetasin SL, 39 vjeç, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një shtetase të mitur 15 vjeç, njoftoi policia.